Pas një periudhe të shkurtër të uljeje, çmimet e karburanteve në vend kanë masërisht një trajektore në rritje. Bordi i Transparencës ka vendosur një tavan të ri për shitjen me pakicë të naftës, duke çuar atë në 218 lek për litër nga 203 lek që ishte përcaktuar vetëm pak ditë më parë. Rritja prej 15 lekësh për litër reflekton ndryshimet e fundit në treg dhe presionet e operatorëve të sektorit. E njëjta prirje është reflektuar edhe tek benzina, e cila ka pasur një rritje të konsiderueshme, duke arritur në 181 lek për litër nga 175 lek që ishte më parë. Në tregun me shumicë, çmimet janë përcaktuar në nivele më të ulta, por gjithsesi në rritje, me naftën që do të tregtohet me 206 lek për litër dhe benzinën deri në 169 lek për litër. Ky rishikim i çmimeve vjen pas shqetësimeve të ngritura nga importuesit e karburanteve, të cilët kanë argumentuar se vendimet e mëparshme ishin vendosur çmime në kosto reale të furnizimit, duke shkaktuar humbje financiare. Në një komunikim zyrtar drejtuar institucioneve përgjegjëse, ata kanë kërkuar korrigjimin e menjëhershëm të situatës. Autoritetet kanë bërë të ditur se çmimet e reja kanë hyrë në fuqi në 28 mars në orën 23:30 dhe do të mbeten në fuqi deri në një vendim të dytë. Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë ka paralajmëruar masa të ashpra ndaj çdo subjekti që shkel vendimet e bordit, duke përfshirë edhe pezullimin e aktivitetit. Në këtë kontekst, Edi Rama ka deklaruar më herët se në rast se çmimi i karburanteve të kalon nivelin prej 220 lekësh për litër, qeveria do të ndërhyjë me ulje të aksizës në masë 20%. Aktualisht niveli i aksizës për karburante arrin rreth 38.8 lek për litër, si për naftën ashtu edhe për benzinën, duke mbetur një nga komponentët kryesorë në formimin e çmimit final.